Të mos ndalosh së lexuari, kështu është edhe shembulli një prej lexuesve më të rregullt në bibliotekën e qytetit të Gjirokastrës, Tomor Aslani. Një dëshirë e cila nisi prej fëmirisë deri aktualisht ku Tomori mbart një moshë më të madhe. Bëhet fjalë për dashurinë për librat, një pasion i cili nuk ka rreshtur për vite me radhë, e duke treguar një shembull të mirëfill për të gjithë qytetarët gjirokastrit. Çdo mëngjes ai ndalet në bibliotekën e Gjirokastrës, një rutinë e cila nuk ndryshon gjatë ditëve të tij, edhe për sos detyrimeve familjare. I ardhur në qytetin e Gjirokastrës prej vitit 86, ai u bë pjesë e bibliotekës së këtij qyteti, si një ndër lexuesit e përditshëm të rregullt të saj. Në zhanrin e librave që janë të përfshirë tituj të tematikave të ndryshme, përzgjedhja e tij do të ishte në librat e vjetër, si një literaturë mjaft e vlefshme. Atëre, përshëndetje. Përshëndetje. Tomor Aslani. Zoti Tomor, ju gjejmë çdo ditë në bibliotekë. Kështu nis dita? Po, fillimisht kështu. Domethënë, pasi mbarëm ato detyrat e shtëpisë që kemi, pastaj kohën tjetër në bibliotekë, thuaj se kaloj gjatë të paktën në 1 deri në 2 orë, duke lexuar qoftë shtypin, qoftë revista, libra të rinj, buletine të kësaj natyre. Kur nisi ky pasion për libra? Sa i hershëm është? Ky pasion ka lindur shumë shpejt, që kur kam qenë në klasë, ndoshta 6, 7, 8, në 8 vjeçare. Dhe domethënë në Berat, se unë vi nga Berati, nuk jam të nga Gjirokastra. Dhe kur vija në bibliotekën, atëherë ka qenë një punonjëse e bibliotekës, një Leni, edhe sa më shikonte Manuel Boja, edhe Tomori që libët japin tani neve këtij te biblioteka e Pionierit. Dhe kjo ka qenë gjatë gjithë kohës pasioni, madje edhe kur kishim provime të shkollës së lartë, paralelisht lexoja edhe libra, pavarësisht studioja për provimet, lexoja edhe një libër në krah, 1 orë, 2 orë kështu, për të kaluar kohën. Sot si do ta specifikoje leximin, një dëshirë, një pasion apo le të themi pjesë e jetës? Kur ke një kohë të gjatë që lexon, që merresh me diçka, është e vështirë që të heqësh dorë, domethënë të bëhet një pjesë e jetës, domethënë nuk mund të ta shmangësh më, domethënë atë mënyrë. Kështu që unë se nuk e mendoj dot që të mos lexoj, sidomos e tani në këtë moshë që kam kaq vite, vite të dekade të tëra që lexoj. Madje edhe bibliotekën time që ka në shtëpi, që relativisht është goxha e pasur, thuaj se gjithë, jo thuaj, të gjithë e kanë lexuar, veç edhe këtu jam i rregullt që në momentin që kam ardhur në Gjirokastër, kam marrë për kartel edhe 86. Së fundmi një shembull të dashamirës i librit të Tomor Aslani bën apelin për të rinj të lexojnë dhe të kuptojnë sa më shumë prej librave, duke cilësuar leximin një mik të pandarë në çdo moment të jetës. Të rinjt, unë e thash një çik më parë, duhet lexojnë. Sado interneti t'jep shumë, nuk mund të mohojmë atë avantazhet ose vlerat e internetit, absolutisht jo. Unë jam vetë përdoruesi i tij, por siç e thash më parë, atë çka të transmeton, të jep libri, nuk e jep dot interneti sado. Janë gjëra të ndara këto. Për ta përmbyllur, do vazhdosh të lexosh? Po.